Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. U përfol që hoqi motrën e Gjestit nga ndjekësit, Egli sqaron të vërtetën. Mbrëmjen e së shtunës në Post Big, Egli Tako vendosi të sqarojë publikun në lidhje me lajmet që qarkullonin në rrjet për marrëdhënien e saj me Blerinën, motrën e Gjestit. Në javët e fundit, shumë fansa vuan re se Egli dhe Blerina nuk ndiqeshin më në Instagram, çka ndezi aludimet për një ftohje mes tyre. Por gjatë intervistës në studio, Egli hodhi poshtë këto spekulime, duke sqaruar se gjithçka ishte një keqkuptim teknik. Profili i menaxhohet nga njerëz të tjerë që merren me rrjetet sociale. Është bërë unfollow automatikisht për ata që nuk më kishin ndjekur më parë, tha ajo. I pyetur nga Ledioni nëse Blerina nuk e kishte ndjekur, Egli u përgjigj: "Jo, nuk më kishte." Në lidhje me arsyet, ajo shtoi se nuk mund të jepte një shpjegim pasi Blerina nuk ndodhej aty për të diskutuar.